është pavioni urgjencës, si risi ka dhomën e triazhimit që është në fillim, këtu është dhoma e triazhimit, këtu është dhoma e pritjes, kemi të ndara kodi verdh, kodi jeshil dhe kodi kuq. I kemi ndarë edhe me ngjyra, apo që bëjmë triazhimin, dhoma e vizitës së mjekëve, dhoma e mikrokirurgjisë. Si spital kemi pothuajse që gjithë specialitetet. Dhe tash janë plotësuar dhe marrëdhënë e mjekëve. Dhe ju e bëni dhe një punë të madhe sepse keni gati gjysmë milion turistë. Drejtoresha ka për na shpjegonte që janë edhe pacientë që vinë si ata që vizitojnë muzeun dhe Kalane Kruj. Por dhe vendet e pelegrinazhit. Domethënë si spital mbulon popullsinë dhe rreth mbi 60.000 banor, por edhe turistët e shumë që vinë, që kryeja ka turizëm gjatë gjithë vitit dhe ka shumë vite që ka gjatë gjithë vitit. Nuk e keni nuk është turizëm sinor. Këtu janë 3 salla ndërhyrje kirurgjikale. Gati që nga. Po, janë gati. Gati. Thjesht do të bëjmë kontrollin e sterilizimit, minjësinë vendore të kujdesit shëndetësor gjithnjë. Tani këtu shtohet edhe ndërhyrjet obstetrike ginekologjike dhe shërbimi ofrohet i gjithë në një blok. Këto i kanë që gjitha pajisjet mund shërbejnë për çfarë do lloj ndërhyrje. Sallat janë 3, aparaturat janë mrekullueshme, shoh atë vullnetin, mjekët i keni, vullneti për ta menaxhuar është. Këtu është salla e reanimacionit. Për me 4 shtete perfekt, shumë mirë. Ministrën dhe patjetër që kushtet e mira, favorizuese, edhe për ne, edhe për të smujnë, me kushte komode, me reanimacion, me oksigenim, me gjithë parametrat bashkëkohor. Si jeni zonjë? Mirë. Asë janë ngesë në kena. Asë janë ngesë? Asë ngesë. Po në i gjithë ta bëjmë pak më mirë se që është? Më mirë që se ju dini vetë, po në mund të moni, po të thonë nkesë nuk kena. Në dhe bo shërbim, atëherë më mira nuk ka fund asnjëherë. E mira nuk ka fund asnjëherë, ashtu është. Këto janë që gjitha investime me të ardhurat e spitalit. Kemi marrë shumë pajisje me të ardhurat dytësore. Mirdita, si jeni ju? Gëdëm shumë. Si të bashkë, soneli këtu, i mrekullueshëm. Reparti obstetrik ginekologjisë është bashkuar tashmë në spital. Kemi dhe dhomën e paralindjes, që shërbet. Që tu mund bëhen 2 lindje... Po, njëkohësisht. Kjo është ideja. Kjo është dhoma e reanimacionit të pediatrisë. Edhe ambienti është i bardhë, është shqetësues si pastër dhe shumë bukur, po. Këtu është radiologjia, kjo është pajisja e re. Strukturat i pamë, burimet njerëzore janë të rëndësishme, pa burimet njerëzore pastaj struktura ngret e papërdorur dhe menaxhimi. Një menaxhim i mirë çon një rezultat shumë mirë te pacienti pastaj. Është bërë investim me ndërtesën, është bërë investim me personelin, gjërat e mira dhe të mund të bëhen në spitalet e vogla.